Tradhtia më në fund zbulohet, një detaj i vogël që ndryshon gjithçka. Handan vëre në një fotografi se shoqja e saj me ngushtë Ozlemi mba në dorë byzylykun që ajo kishte gjetur si provën kryesore të tradhtisë së Kenanit. E tronditur, ajo shkon menjëherë në shtëpinë e Ozlemit dhe bindet se byzylyku i përket pikërisht asaj. Ndërkohë, Kenan takohet fshehtas me Ozlemin në një hotel, pa e ditur se Handan ka dëgjuar bisedën e tyre përmes telefonit dhe ka zbuluar vendodhjen e tyre. Pa humbur kohë, ajo mbërrin dhe i përballë të dy me të vërtetën. Në një nga skenat më tronditëse të serialit, Handani e qunazën e martesës dhe ja lë Kenanit, duke i dhënë fund marrëdhënies së tyre. Por reagimi i Kenanit i lë të gjithë pa fjalë. Ai largohet duke i lënë Handanin dhe Ozlemin përballë njëra tjetrës, pa marrë përgjegjësi edhe sikur të mos kishte asnjë faj për gjithçka që ka ndodhur.